bërë gjërë më fisnike që mund të bëj, t'ja lë këtë fat antarësisime. Pra edhe njëherë mirë se vini në demokraci. Kuvendi ka fillimisht një rendite, një fjalë time, le të jetë ky një standard i mirë, i mbar, jo vetëm për LDK-n, por çdo parti tjetër politike në Kosovë. Ju siguroj gjithë antarësinë e LDK-s se nga ky debat, nga kjo ditë, do të dalim edhe më të unifikuar, edhe më të fortë, edhe më të gatshëm për të ardhmen e mirë që na pret përpara. Edhe një herë ka debat, ka diskutime, flasim për LDK-n, flasim për të ardhmen e Kosovës në qetësi, në maturi dhe në fund me shumicë votash, me demokraci e përcaktojmë fatin tonë politik. Vendi ka çdo drejt vendos për çdo gjë. Prandaj në këtë rrethon unë do të kem një fjalim, të cilin ju do ta dëgjoni publikisht, dhe më pas i hapim punimet e kuvendit dhe kuvendi vendos për të ardhmen politike të LDK-s dhe secilit. E cilat janë pritjet e juja, zotja Buzhua, pritni që do të rikonfirmoheni si kryetari i LDK-s? Unë kam bërë gjërë më fisnike që mund të bëj, t'ja lë këtë fat antarësisime, dhe besoj që antarësia jonë është e matur, ka përkushtim për LDK-n, një nevojat e LDK-s dhe do të marrë vendim e lirë pas një presion politik. Pra edhe njëherë mirë se vini në demokraci, është standard normal politik një partie politike, më vjen mirë që ka interesim të madh për LDK-n, është shaj e mirë për ne, ta shfrytëzojmë edhe këtë mundësi të mirë. A do nxisni garë, zotja Buzhua, a do të lejoni garën? Natyrisht, kuvendi është i lirë. Edhe nëse rikonfirmoheni, a duhet që të vihet në vot zoti Hoti? Kuvendi ka fillimisht një rendite, një fjalë time, pas fjalës sime merr vendimin për të proceduar tutje. Ti kritika për mos publikim të agjendës, mos çartësim asaj. Shqisoni ky është niveli më i lartë demokratik. Mund gjejnë kritika për gjëra jo të rëndësishme, po le të vlerësojmë madhështinë e një partie politike e cila është e gatshme të ballafaqohet me antarësinë e vet. Pra, le të shohim anët e mira, mos shohim gjithmonë ndonjë lëshim të vogël teknik që s'ka fort pesh.